Unë jam lopa. A e di në cilën sure jam përmendur? Unë jam përmendur në suren më të gjatë të Kuranit, në suren Bekare. Në kohën e Beni Israilve, njëri vrau agjën e tij që t'ia merrte pasurinë. Pastaj trilloi dhe tha se ndoshta e kanë vrarë njerëz nga 2 fise të tjera. Ata kërkuan nga pejgamberi i tyre që Allahu t'ua tregonte fajtorin. Allahu i urdhëroi që të therrin një lop, por ata nuk u bindën me njëherë. Ata pyetën, çfarë ngjyre ka, çfarë moshe, si duket dhe pyetjet e ngjashme si kjo. Ata bën shumë pyetje dhe kështu e vështirësuan çështjen e tyre. Mua më blen me një pasuri të madhe, por unë u bër argument. Fajtori u zbulua dhe ai humbi gjithçka. Mos u ngut ta marrësh frutin para se të piqet, sepse vetëm do të dëmtoj. Bëhu durimtar dhe mos lakmo, sepse lakmia të shkatëron.